Shpenzimet për mbrojtjen nga 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë arritur në 411 miliard euro në vitin 2025, një rritje prej 20% krahasuar me vitin 2024, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia Evropiane e Mbrojtjes në raportin e saj vjetor Defense Data Report. Kjo shumë përfaqëson rreth 2.2% të prodhimit të brendshëm bruto të BE-s. Për vitin 2026, shpenzimet pritet të rriten më tej, duke arritur në 454 miliard euro, ose 2.4% të PBB-s. Sipas Agjencisë Evropiane të Mbrojtjes, rritja kumulative e shpenzimeve ushtarake në periudhën 2022-2025 ka qenë 47%, por ritmi I investimeve ndryshon ndjeshëm nga një shtet antar në tjetrin. Pothuajse të gjithë vendet e BE-s, me përjashtim të Irlandës, Maltës dhe Austrisë, pritet të tekalojnë nivelin prej 2% të BBB-s për mbrojtjen gjatë vitit të ardhshëm. Në vitin 2026, vendet e Balltikut pritet të kenë ndër nivelet më të larta të shpenzimeve. Lituania dhe Estonia do të kalojnë 5% të PBB-s. Polonia do të shpenzojë më shumë se 4.5%, ndërsa Letonia rreth 4%. Rritja e investimeve në mbrojtje vjen në një periudhë kur vendet evropiane po përpiqen të forcojnë kapacitetet e tyre ushtarake dhe të rrisin kontributin në sigurinë evropiane, në një kohë tensionesh të shumta gjeopolitike.